Këtë vit besoj që mund të jenë viti më i mirë në kombëtar me të vërtetë, sepse kemi qenë ishte një grup shumë i fortë që besoj si shumica gjithë tifozëve kanë menduar se ne ndoshta nuk do e kaloshim. Po ja që ja dolme të jemi në vendin e dytë, vjesht se më vjen keq që vitet përpara në botror kanë ikë dy skuadra, kurse këtë vit na ra që vendi i dytë do të bëjmë play-offin. Po gjithsesi ishte një vit shumë i mirë. Besoj që ndeshja me Serbinë këtu në shtëpi, sepse treguam me vërtet karakter, ishte një ndeshje shumë e bukur që mund ta fitonim dhe nga aty besuam që ndeshja rradhës në Serbi do ishte vendimtare për ne, po kishim mundësi përfitore sepse siç thash ndeshja në Shqipëri ishte me vërtet një ndeshje e luajtur mirë dhe kishim shanse dhe gjithë besoj morëm besim tek ajo ndeshje, ajo në ndryshoi mendimin për kualifikimin. Po normal është një skuadër shumë e fortë, Polonia, me të vërtetë unë mendoj se mund të na bite një skuadër më e lehtë, po futbolli është edhe i bukur se mund të kesh ndeshje të vështira dhe mund t'i fitosh. Futbolli nuk normal që mjafton një minutë që të gabosh ose një minutë ndryshon jetën ose fiton ndeshjen dhe mund të kualifikosh, po gjithsesi e dim, kemi luajtur kundër Polonisë shumë ndeshje, kemi pas edhe humje, po normal që nëse luajmë si kemi luajtur të ndeshjet e fundit si me Anglinë dhe me Serbinë atje, besoj që mund kemi mundësi për kualifikim. Po, them drejtën nuk e di cilën preferoj, sepse si Ukraina, si Suedia janë skuadra të forta, edhe pse Suedia ka pas ça lëkundja tani, sepse kemi pa ndeshjet e Suedisë, ka pas humje, po gjithsesi është një skuadër shumë e fortë dhe ajo me emra, po them drejtën e Suedinë ndoshta kishte pas më shumë qejf.